Automjeti ra në kanal gjatë mjergullës e dhimbshme veprimi 27 vjeçarit pak para se të ndërronte jetë. Një aksident fatal ka ndodhur në Noida ku një inxhinier softueri 27 vjeçar humbi jetën pasi automjeti i tij ra në një kanal të thellë të mbushur me ujë ku koha ishte me kushte mjergulle të dendur. Ngjarja u regjistrua në zonën sektor 150 teksa i riu po kthehej nga puna. Sipas të dhënave paraprake, shikueshmëria ulët dhe mungesa e elementëve të sigurisë rrugore si ndriçimi, reflektorët dhe barierat mbrojtëse dyshohet se kanë ndikuar në aksident. Automjeti theu muri rrethues dhe përfundoi në kanal duke u zhytur aty plotësisht. I riu arriti të telefononte familjarët për ndihmë, ndërsa në vend ngjarje mbërritën policia dhe të afërmit. Megjithatë, për shkak të mjergullës së dendur, automjeti nuk u lokalizua menjëherë, edhe pse zëri i tij dëgjohej nga zona përreth. Ekipet e emergjencës nisën kërkimet, por ndërhyrja efektive u realizua me vonesë. Automjeti dhe trupi i viktimës u nxorën nga kanali pas disa orësh, çka ka shkaktuar reagime dhe shqetësim në komunitet. Familja ka kërkuar sqarime për kohën e ndërhyrjes dhe ka ngritur shqetësime mbi pajisjet dhe koordinimin e shërbimeve të shpëtimit.